në landfillin e Sharrës në Tiranë. Sipas dokumenteve që do të publikojmë sot ekskluzivisht në plug, Bashkia Shijaki është drejtuar me një email kompanisë Integrated Energy BV SPV për depozitimin e mbetjeve të grumbulluara gjatë pastrimit në datën 5/6/20. Kompania Integrated Energy i përgjigjet me shkresë po në të njëjtën datë, ku shprehen: referuar emaili të dërguar nga ana juaj sot më datë 5/6/2020 në lidhje me evadimin e mbetjeve dhe depozitimin e tyre në një vend të përshtatshëm, sigurisht që do të shprehim gatishmërinë tonë, por me qëllim të një bashkëpunimi sa më efektiv dhe korrekt, kërkojmë të procedonim me lidhjen e një marrëveshje depozitimi. Duam t'ju bëjmë dije se pranë landfillit të Sharrës janë paraqitur mjetet tuaja pa kryer një lajmërim paraprak për depozitimet. Jeni të lutur që në vijim të ndiqni rregullat e vendosura nga ana e shoqërisë son në lidhje me sa më sipër, pasi nuk do të procedohet më me lejimin e tyre nëse nuk plotësohen të gjitha kushtet. Pra, nga kjo shkresë e kompanisë së inceneratorit të Tiranës, kuptohet se Bashkia Shijak ka drejtuar mjetet për të depozituar mbetjet në Sharr pa lidhur fillimisht një kontratë dhe pa marrë miratimin e Këshillit Bashkiak, pasi siç dihet, Bashkia Shijak nuk është pjesë e qarkut Tiranë dhe do duhej fillimisht ta planifikonte si zë në buxhet, ta miratonte në Këshillin Bashkiak e më pas të hapte procedurë tenderuese pasi kishte disa opsione për depozitimin e mbetjeve në vitin 2020. Në datën 14/8/2020, kompania Integrated i drejtohet sërish me shkresë Bashkisë Shijak dhe për dieni vendos Ministrinë e Infrastrukturës dhe Bashkinë Tiranë. Me shkresën numër 217 fraksion 1 protokolluar në datë 20/7/2020, ju kemi shpjeguar se depozitimi i mbetjeve të Bashkisë së Shijakut pranë ZTMT-s, pa patur një miratim nga autoriteti kontraktues, nuk mund të lejohet, pasi Bashkia Shijak nuk është bashki e qarkut të Tiranës. Siç edhe ju është komunikuar me shkresën e mëparshme, ju duhet i drejtoheni me kërkesë autoritetit kontraktor. Është autoriteti kontraktues ai i cili ka të drejtën e vendimarrjes që mbetjet të depozitrohen pranë ZTMT-s, duke zyrtarizuar këtë vendimarrje dhe me dokumentacionin përkatës. Pavarësisht sa më sipër, shoqëria Integrated Energy BV SPV ditën e sotme, datë 14/8/2020, u gjetë sërish para faktit se mjetet teknologjike me mbetje të gjeneruara nga pastrimi i territorit të bashkisë tuaj, pas një njoftim shkresor apo elektronik, janë paraqitur pranë dyerve të ZTMT-s dhe kanë kërkuar të depozitojnë. Këto mjete, duke marrë parasysh mbrojtjen e mjedisit, por edhe të shëndetit publik, janë lejuar të depozitojnë. Në mbyllje të shkresës, shoqëria koncesionare njofton se pa miratimin e Belinda Ballukut, këto mbetje nuk do të pranohen më. Më pas, me shkresën numër 3024, datë 14/5/21,